Elbasani u rikthye në krye të Superligës shqiptare pas përfundimit të javës së 15 me fitore 1-0 që mori përballë Vllaznisë. Goli i Cage në të 48-ën vlen, ndërsa kuqeblut edhe pse me 10 futbollistë bën rezistencë, por pa arritur tek barazimi. Në Elbasan Arena ka qenë një ndeshje e luftuar, teksa që në të 4-ën minutë ka ardhur i ndëshkuar i pari Olsion Feratajt, kjo për Bunjakun. Vllaznia përpiqet të rrezikojë me kundërsulm, ndërsa gjuajtjen e Kastratit e pret Janacek. Madje një minutë më pas, Kallaku është ndalur nga trau dhe topi më pas del jashtë. Shkodranët nuk e ulin ritmin, ndërsa në të 15-ën Murataj godet, por e pret Janacek. Tashmë barazot numri i kartonëve të verdhë, teksa ndëshkohet krymi. Momenti më ideal për të kaluar në avantazh Vllaznia është me Male në të 22-ën, por në pozicion jashtëloje. Kuqeblut i prishin vetë gjërat, teksa Gjini ndëshkohet me karton të kuq, një vendim i Ferataj që ka hasur në protestat e shkodranëve që në fakt mendonin të verdhën për Bajramajn, por jo për Gjinin. Ndëshkohet edhe Balaj me të verdhë për protesta. Fundi i pjesës së parë është për vendasit, por pa rezultat, dhe sapo nis pjesa e dytë, Cage shënon pas pasimit të Lukilit. Vllaznia provon gjithçka për të barazuar me Kastratin, Çaton apo Kallakun, teksa ky i fundit godet traun, por goli nuk del në dritë. E në vërshëllimin e fundit të Ferataj, gjithçka përfundon 1-0 për Elbasanin. Pas ndeshjes, tekniku shkodran Edi Martini shprehu keqardhjen, jo për humbjen, por për djemt, pasi ai vlerësoi lojën që ata bën në fushë. Kritikat tekniku shkodran nuk i kurseu sa i përket arbitrimit. Jam i mërzitur për djem, nuk jam i mërzitur për humbjen. Sot jam më i qetë se ndeshjet e tjera që kena humb qoftë edhe me Durrësin apo barazimin që kena bë me Vorën. Sot djem bën një lojë të mirë, luajten gjithçka për gjithçka, në maksimumin gjithsecili. Për këtë duhet i falenderoj dhe t'i them bravo jo qoftë. Unë nuk e pritësha me thonë drejten, por e thash edhe më përpara, një ndeshje të tillë me gjithë këto arbitrat mirë të FIFA-s që kena, mos t'ishte një i tillë sot dhe t'ishte Ferhate që është gati me lënë, se më thona shkap qatë kapësh, edhe kjo është ajo që mu më shqetëson, se tensionin fush, nuk është normal, ne është vendi parë, vendi dytë, është gjunaf që t'i hahet mundi djerë sa djemë në këtë forfet. Ne do bëjmë kampionatin tonë, nuk kena punë hiç me ta, kena ndeshje në radhë që na vjen Ballshi, një ndeshje e fortë, Ballshi është ekip simpatik. Duhet ta vlerësoj maksimalisht dhe nga ndeshje në ndeshje më do më rrim aty ku do në tonë me kanë. Jam shumë kënaqur, edhe ti e drejtë, sot ishte një derbi dhe ishte një ndeshje shumë vështirë. Kam shumë respekt për Vllaznia si klub edhe për tifozat, por sot ne ishim skuadra më e mirë edhe merituam të fitojmë në ndeshje. Patjetër nuk ishte kollaj, ishte fort, vendoset një gol, ishte një gol bukur nga Blezi, por ndoshta mund do fitojmë edhe me një gol tjetër, sepse Ze Gomesh ishte një rastit shumë mirë edhe pastër. Por në fundit mund të flasim për pikat edhe patjetër jam shumë kënaqur me një fitore edhe me 3 pikat.